le spingo avanti con fatica, e questa che penosamente mi tiro dietro s'è sgravata poco fa dentro il folto dei noccioli e 2 agnelli, delusa speranza del mio me. Fieri gjithmonë ka pritur jashtëzakonisht mirë, është një publik i mrekullueshëm. Ndjehet që është një publik shumë teatrdashës. Jemi shumë të kënaqur se tani shfaqja ka përgjegjësitë e veta, të kuptohemi. E kemi ndjerë veten jashtëzakonisht mirë. Si jeni ndjerë në rolin e Filomenës? Roli është një gjë që çdo shfaqje që e luan vazhdimisht nxjerr vlera të tjera, kërkon gjëra të reja, kështu që është njëra nga shfaqjet. Që ka një sallë shumë të madhe. 3 herë që unë ka rastisur t'jap shfaqje, salla ka qenë plot, jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe në të vërtetë na kanë pritur shumë të mirë. Na kanë pritur vërtet shumë mirë. Për mua padyshim që konkurrimi ka vlerat e veta sepse është një kompeticion, është një garë dhe ku artisti të themi do të shohë se në çfarë parametrash profesional lëviz në raport me trupat e tjera të shfaqjeve. Megjithatë jo për të qenë modest, për mua dhe për kolektivin kryes të spektaklit Filomena Marturano, më e rëndësishme se sa konkurrimi është pritja që i bëri publiku dhe për mua kjo është themi çmimi më i mirë. Dhe fakti që gjatë ditë shfaqjes publiku e priti me tonë entuziaste, mua më duket se edhe në Fier, ashtu si me dhjetra shfaqje që janë dhënë në teatrin kombëtar, edhe kjo shfaqje, si më thënë, krijoi atë kontakt të domosdoshëm që duhet krijohet mes spektatorit dhe skenës. Mua më duket se kjo është e rëndësishme sepse një shfaqje teatrore nuk është qëllimi vetë për të kënaqur të themi estetikisht egon profesionale në sensin më të mirë të fjalës të regjisorit, të aktorit apo të elementëve të tjerë përbërës, po mbi të gjitha një shfaqje arrin misionin e vet, të themi emocional, kur ajo mbrin sa dhe krijon kontakte emocionale.